A e di vërtet çfarë paguan kur merr një shërbim? Sot, shumë prej nesh paguajnë për shërbime pa ditur nëse po marrin atë që meritojnë. Merrni një moment dhe pyetni veten. A është çmimi që po paguan në përputhje me cilësinë që po merr? Apo po të shesin diçka të zakonshme si të jashtëzakonshme, vetëm sepse nuk ke ku ta krahasosh? Shumë shërbime në vendin ton janë kthyer në tregje abuzimi, çmime që s'kan lidhje me realitetin, shërbime pa standard, e njerëz që përfitojnë nga padituria apo heshtja jonë. Nga një prerje flokësh që kushton si në një sallon në Milano, deri te një vizitë te mjeku që s'ta jep as 5 minuta kohë ndërkohë që të merr 30.000 lekë. Pse nuk flasim? Pse nuk i denoncojmë? Pse pranojmë çdo gjë pa zë? Sepse jemi mësuar të durojmë, por kjo duhet të ndryshojë. Është koha të zgjohemi. Të fillojmë të flasim. Të ndajmë eksperiencat tona. Të ndërgjegjësojmë të tjerët. Mos haro, cilësia e një shërbimi nuk matet me koltukun, me reklamën, apo me logon. Matet me vlerën reale që merr. Dhe nëse ti nuk flet, nesër një tjetër do të paguaj edhe më shumë për të njëjtin shgënjim. Ky është vetëm fillimi. Rrini me ne, sepse do të flasim për gjithçka, nga shërbimet mjekësore, te noterët, mekanikët, interneti, madje edhe berberët. Shpërndaje këtë postim dhe ndihmo që zëri ynë të bëhet më i fortë. Sepse vetëm së bashku mund t'i detyrojmë të ofrojnë atë që premtojnë.